8 persona kanë përfunduar në pranga. Një nënt të shpallur në kërkim pas një sherri me sende të forta brenda një lokali në rrugën Sami Frashëri në Tiranë. Policia konfirmoi se gjatë konfliktit u regjistruan të shtëna me armë zjarri, por fatmirësisht nuk pati asnjë person të plagosur. Në pranga kanë përfunduar shtetasit Kasem Stani Pasha, Emilian Ruko, Bjorni Tahiraj, Erialt Tahiraj, Denikiaider Tahiraj, Eduard Sulaj, Kastriot Stani, Elton Ajredinaj, si dhe u shpall në kërkim Adriani Shabanaj, banues në Fier. Ky i fundit, sipas policisë, dyshohet se gjatë konfliktit për motive të dobta, ka goditur me qytën e një armë zjarri shtetasin Kasem Stani Pasha. Gjithashtu rezultoi se 51 vjeçari qelloi një herë me këtë armë zjarri në vendngjarje, por nga e shtëna nuk u dëmtua asnjë shtetas. Mësohet se personi që ka mbërritur i fundit në lokal i ka takuar të gjithë përveç njërit prej tyre, të cilin e ka ofenduar edhe më pas ka nisur një përplasje fizike mes tyre. Sherri ka degeneruar në goditje me karrige dhe njëri prej tyre ka qelluar me armë zjarri. Sapo ka mbërritur brenda në lokal, policia ka konstatuar një gëzhoj dhe njollat e gjakut brenda ambientit të restorantit ku ndodhi konflikti. Po ashtu ka sekuestruar edhe armën e zjarrit tip pistolet, e cila ishte lënë brenda në restorant nga autori, pasi dyshohet që gjatë përleshjes fizike i ka rënë në tokë. Arma është dërguar në laborator për të bërë ekspertiza për të zbuluar ADN dhe shenjat e gishtave. Jo zyrtarisht thuhet se përplasja mes tyre ka ndodhur për parat me fajde.